Dhimbja e kokës, 6 shenja që nuk duhet i injoroni kur. Dhimbja e kokës është një shqetësim i zakonshëm që mund të ndikojë në jetën tonë përditshme. Megjithatë, ka raste kur një dhimbje koke mund të tregojë një problem më serioz shëndetësor. Pra, kur duhet të shqetësohemi për një dhimbje koke dhe të kërkojmë kujdesin mjekësor. Një dhimbje koke papritur e rëndë që arrin kulmin shpejt mund të tregojë një gjendje serioze siç është aneurizëm i këputur. Në këtë rast kërkohet kujdesi menjëhershëm mjekësor. Është e ndryshme nga ato dhimbje të zakonshme. Nëse një dhimbje koke shfaqet me një intensitet kozgjati ose simptoma shoqëruese të ndryshme se zakonisht, mund të tregojë një gjendje më serioze, e shoqëruar me simptoma neurologjike. Nëse përveç dhimbjes së kokës përjetoni simptoma të tilla si ndryshime në shikim, dobësim, pirje, vështirësi në të folur ose mungesë ekuilibri, ekspertët paralajmërojnë se mund të jetë një goditje në tru ose një problem tjetër serioz. Nëse qetësuesit e zakonshëm nuk e lehtësojnë dhimbjen, është mirë të kërkoni këshilla mjekësore. Shumica e dhimbjeve të kokës nuk janë shqetësuese dhe mund të trajtohen me pushim, hidratim dhe qetësues. Megjithatë, nëse dhimbja e kokës është e fortë, zgjat shumë, shoqërohet me simptoma neurologjike ose është e ndryshme nga ato zakonshme, është e rëndësishme të kërkoni një vlerësim mjekësor. Diagnoza e hershme mund të jetë shpëtimtare për shëndetin tuaj.